Nga deti deri në brendësi të tokës, nga vijat e para të mbrojtjes Buza Adriatikut, deri në qendrën e regjimentit në Portës dhe në fushat naftmbajtëse të Patos Marincës, korpusi i Fierit përbënte një sistem të tërë ushtarak të konceptuar për të mbrojtur nga çdo tepërtim i armikut, nga ajri, toka apo deti. Ishin vite kur frika nga sulmet e armiqve potencial ose imagjinar ishte pjesë jo vetëm e përditshmërisë ushtarake, por dhe e jetës civile e qytetare të një vendi që jetonte me parimin i gjithë populli ushtar. Regjimenti i qytetit të Fierit, pjesë e këtij korpusi që shtrihej nga Rogozhina deri në Imar, ishte i armatosur gjerë në dhëm. Bateria toksore 57 mm në mbrostar, bateria toksore 57 mm dhe reparti raketave në Lalar, bateria toksore 57 mm në Sheqisht, për mbrojtjen toksore të zonës së naftës. Bateria 100 mm kundër ajrore në Portës, bateria 100 mm kundër ajrore në Qaf Stefan dhe Marinës, për mbrojtjen ajrore të zonës së naftës. Bateria detare 150 mm në Radostin, stacioni zbulimit me radar, P10 513 në fermën Shlirimi, si dhe bateria ajrore me topa 100 mm në Apolloni. Midis detit dhe kodrave të Radostinës, Apollonisë dhe Ardenicës shtriheshin 3 breza bunkerësh, që plotësonin mozaikun e mbrojtjes toksore dhe ajrore. Ndodhemi këtu në baterin kundër ajrore 100 mm në kodrat e Apollonisë mbi qytetin antik. Për 10 vjet, 6 topa kundër ajror 100 mm ruanin këtë pozicion dhe prisnin që të vinte armiku që nuk erdhi kurrë. Megjithatë, gatishmëria në këtë repart ka qenë maksimale dhe puna, stërvitja dhe i gjithë mundi që ushtria shqiptare ka hedhur për të mbrojtur atë dheun, nuk ka vend më të mirë ku reflektohet se sa në këtë repart. Në këtë material që do të ndiqni, do të shikoni përpjekjet e komandantit të repartit dhe të njerëzve të këtij reparti për ta mbajtur këtë pozicion luftarak shumë të rëndësishëm dhe strategjik në gatishmëri për të përballuar çdo të papritur që do të vinte. Bateria kundër ajrore Apollonis nuk ishte thjesht një grup topash mbi një kodër. Ai ishte produkt i një doktrine të tërë mbrojtje, të ngritur në vitet e sistemit socialist, kur mbrojtja ajrore konsiderohej shtylla kryesore e sigurisë kombëtare. Konceptet dhe urdhrat politike ushtarak vinin nga lart, nga emra si Mehmet Sheu dhe Kadria Zviu, por në teren gjithçka barej nga komandantët dhe efektivët. Këtu në Apolloni bateria drejtohej nga komandant Tanas Koliçi, i cili jo vetëm komandonte, por ndërtonte disiplinën, përgatitjen dhe frymën e repartit. Quhem Tanas Koliçi, lindur dhe rritur në qytetin e Fierit. Kam mbaruar shkollën ushtarake Skënderbej, Poligon Shtandori, Degën e Radios në Tiranë, një nga shkollat më të mira teknike dhe ushtarake në Tiranë. Pasi mbarova shkollën ushtarake Skënderbej, kalova direkt në shkollën e bashkuar të oficerëve në Tiranë, një nga shkollat më të mira ushtarake. Pra vitet 73-77, 4 vjet. U emërova në korpsin e Fierit, në regjimentin radioteknik, regjimentin 16 në Portës të Fierit. Komandë toga radioteknike. Karrierën kam filluar në Qaf Stefan, aty bëra stazhin, 76-77. Pasi mbarova stazhin aty, dhash provimet në Tiranë pas stazhit, u emërova komandë baterie në Apolloni, këtu ku jemi, vendodhja jonë, lartësia 101.1 nga niveli detit, distanca nga këtu, që është lartësia më e madhe e zonës Miseqes, 8140 metrë nga buza e detit. Këtu vazhdova punën time si ushtarak për 5 vjet në karrierë ushtarake, si komandë baterie, me gradën kapiteni parë. Kjo ka qenë një bateri kundërore me mjete radioteknike e kalibrit 100 mm,
e pajisur me 79 për zbulimin e afërt, zbulimin e objektive aeror, me AZK 619 aparati drejtimit zjarrit kundëror të arlirës kundërore, dhe me 6 topa të kalibrit 100 mm. Pra theksoj këtë që ishte një pikë neurologjike e korpsit, sepse këto ishin pikat centralizuara të korpsit, ishin veçanta, siç është për shembull Ligovuni, Ardenica, pika e Apollonis, që ishin dhe kjo këtu ishte edhe vend komanda e korpsit në rast lufte. Vazhdova punën për 5 vjet me dëshirën më të madhe, se kisha mbaruar edhe shkollën ushtarake për këtë punë, që në moshën 15 vjeç, dhe kisha një nostalgji të jashtëzakonshme për ushtarakët. Kam kaluar jetën më të rinë këtu, më të vështirë në kuptimin e fjalës, jo se në ajo, po gatshmëria gjithmonë në këto reparte ushtarake kundërore kanë qenë shumë e madhe se sa në reparte zakonshme të tjera. Gjithë karrierën jam përkushtuar punës me ushtarë të cilët bënin shërbime detyrueshëm 3 vjeçar. Dhe që ishin operator të stacionit dhe të AZK-s ishin me shkollë të mesme dhe i merrim me mesatare notën 8, ndërsa për artillerin me shkollë të mesme dhe shkollë të vjeçare. Bateria kundërore këtu ishte me tashmë lart me 6 topa. Të përbërja sa ishte komandë baterisë, komisar, 2 komandë toge zjarri, 1 komandë toge drejtimi dhe 1 komandë toge aeroteknike. 6 topat ishin pajisur ishin të kompletuar me nga 7 ushtarë, ku fillonte drejtuesi që ishte komandë toge zjarrit, parë, komandë topit, shënjuesi në azimut, shënjuesi në kënë toksorit, mbushësi, prursi parë dhe prursi dytë. Pra, ishin 6 topa na 7 veta, i bie 42 ushtarë që ishin mbi topa. Po kështu dhe mbi aparate. Aparati AZK-s kishte shënjuesin e azimutit, kishte komandin e aparatit, shënjuesin e toksorit, graduesin e djegores dhe elektrometeoristi. Urdhër të kujt është ndërtuar kjo bateri? Kjo bateri është ndërtuar me urdhër të ish kryeministit Mehmet Qeva. Pasi bën rikonicionin këtu, me ushtarak të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, u vendos që këtu të bëheshin bateri kundërore kalibrit 100 mm. Sepse kjo bateri që erdhi këtu ka qenë në Dukas të Patosit, që andej u transferua pasi u bën punimet. Punimet janë bërë nga forcat rezerviste, me mbikëqyrjen edhe të stafit të arkeologjisë që është këtu në koloni, sepse dihet që kjo ruajsh, bile janë gjetur në gërmimet sipër që janë bërë pozicionet dhe monedha i lire, të cilat janë dorëzuar sipas rregullit në drejtori që ishte e arkeologjisë këtu në Apolloni. Janë bërë vizitat të tjera dhe në shumë ushtarak të lartë, të cilët vlerësonin shumë këtë si pikë strategjike të korpsit, po edhe të ushtrisë, sepse është një nga pikat që janë me pamje më fantastike edhe detare dhe aerore. Bile këtu kur mori detyrën Ministri Mbrojtjes, ish Ministri Mbrojtjes Kadres Biu, që e hoqën si Ministri Brendshëm, ka bërë rikondicion. Më dhanë urdhër që do të vi Ministri Mbrojtjes Kadres Biu. Mora masat e mia si komandë baterie, çdo gjë ishte prefekte, në gatishmëri pas tërti shimbullore, mbi për topat për aparaturat, kapanonet poshtë, të gjithë ushtarët me pajimet kryesore, me çantë shpine, me kallash, me helmeta, edhe unë i vesh ushtarak me helmete, me çantë shpine, me çizme, me qillota. Pasi erdhin postblok, kam bërë paraqitjen si komandë baterie në hyrjet postblokut. Erdhi këtu inspektoi gjithë pozicionet e topave, teknikën, aparaturat, dhe në fund na bëra një demonstrim për gatishmërinë. Me ushtarët, me gjithë, efektivin që kisha këtu. Pasi mbarova këtë, kalova në gatishmëri numër 2, në mblodhi në qendër të pozicionit zjarrit, aty kanë qenë 2 lisa gjatë hije aty, në mblodhi gjithë, edhe më thot, qoti, kush është komandi baterisë këtu? Unë ngritën këmbë, mora drejt qendrim dhe tash unë jam komandi baterisë, Anas Koliqi. Ai pasi kishte llafosur edhe me ushtarët, këtë e mësova më vonë këtë,
që ishe shumë i afrushëm dhe shumë në kuptim nëse i bisedës. Këshilla fos dhe më shfarë pyetur gjitha do gjera, më thotë mua bravo të qoftë. Ti në rast lufte ti ushtar ti ketë gjithë me vetën. Nuk më harro derisa të vdesme. Dhe me ti. Në aspektin ushtarak, Adriatiku është det i cekët, tregon Thanas Koliçi. Destrojerët amerikanë nuk mund të futeshin pa prekur fundin, por anijet këlysh, anijet e vogla që shoqëronin destrojerin, mund të depërtonin. Prandaj bateria jonë shërbente edhe si bateri detare, deri në 21 milje detare nga bregu mund të godiste dhe asgjësonte çdo tentativë desanti. Nga pikpamja infrastrukturore, bateria ishte një fortifikim i përbërë nga disa pozicione dhe pajisje luftarake. Pika e mbrojtimit e vendosur në lartësi dominuese, pozicionet e fortifikuara të topave të ndara në 2 toga zjarri, bloku i ushqimit dhe furnizimit, linja e dedikuar e komunikimit dhe energjisë elektrike, e ndarë nga rrjeti civil, si dhe një hendek i fortifikuar që lidhte fizikisht të gjitha pozicionet. Në qendër të fortifikatës qendrore, SDT-je, stacioni i drejtimit të topave 9, ADZAK, aparati drejtimit të zjarrit 6/19 i prodhimit rus, dhe aparati i zbulimit me telemetër D49, truri teknik i baterisë. Mbështetjet e afër siguronin mitrolozët 12.7 mm, 2 copë, ndërsa energjia sigurohej nga linja e dedikuar ushtarake dhe në rast emergjencash nga agregati JAS 2004 trifazor. Armatimi përbëhej nga 6 topa 100 mm, të cilët hidhnin deri në 25 predha në minutë. Në repart kishte mjaftueshëm municion dhe furnizim për të rezistuar deri në 2 muaj pa furnizim të jashtëm. Bateria operonte në 2 toga zjarri. Stërvitja ishte vazhdueshme. Në pistën e Akërnis trajnoheshin pilotët e rinj të aviacionit civil dhe bujqësor, ndërsa efektivët mësonin identifikimin e mjeteve ajrore në kushte reale. Qitjet vjetore kryeshin në poligonin e Divjakës dhe në rreth Greth në zonën Gos-Kavaj. Gatishmëria ndahej në 3 nivele. Numër 1, të gjithë mbi topa dhe aparate gati për zjarr luftarak. Numër 2, ditë e zakonshme shërbimi. Numër 3, periudhë pushimi relativ, por me repartin gjithmonë në mbrojtje. Tu jemi mbi pikën e vrojtimit të zbulimit ajror, ku qëndronte vrojtuesi zbulimit ajror. Ku ka 3 pozicione. Të 3 pozicionet ishin me një mitraloz kundëror. 12.7. 1, 2, 3 pozicione. Zbuluesi kundëror kishte detyrë që të raportonte në vend komandën, ku është poshtë nesh vend komanda, poshtë nesh zbritet me shkallë, nuk janë prishur në klirjet, janë pothuajse janë të rregullta. Raportonte për çdo objekt ajror që fluturonte në zonën tonë që kishim në si detyrë luftarake. Pra derdhje Semanit, derdhje Aviosis dhe Bregdetin. Pra kur shikonte avion, helikopter, anije të mëdha, se dalloheshin anije të mëdha. Me njëherë raportonin dhe neve raportonim në vendkomandën e regjimentit, sipas situatës që i merrim në ata, ne mund të vepronim pastaj. Këtu ndodhemi në pozicionin e zjarrit të agregatit ushqimit me energji elektrike të gjithë të aparaturave dhe të topave. Janë JAS 204, kështë emërtimin ky si aparat, agregat pra, edhe janë set 12 që kishin pra zakan dhe ky tjetër ishte për gjithë topat. Pra fuqia e tij ishte deri në 20 kW ushqente teknikën në rast lufte, sepse baza ishte agregati për ushqimin me tension, ku kabët që dilin që këtej fuqin në prendeklidhe dhe vinin në çdo top dhe në çdo aparat. Pra ishte baza, sepse në luftë baza ishte gjithmonë agregati i ushqimit JAS 204, janë C12 për aparaturat SDT-n dhe AZK-n. Këtu kishe rregullsi të madhe, sepse shikoni vetë, ja, ka ngellur akoma zbatohet me rrepsi masave që në teknikë. Të dhenat e agregatëve, gjatësia, gjerësia, peshat, tensioni që nxjerrin, me qëllim që të fuqin kur fuqin të dihet sa ishte gjerësia, gjatësia që të fuqë agregati në pozicion e zjarrit. Këtu ndodhemi në një nga pozicionet e topave të artillerisë kundërore. Të tillë pozicion janë 6 pozicione, pra ishin 6 topa
të kalibri 100 mm. Gjithë ky pozicion është lidhur me ndeklidhe me të gjithë topat e tjerë, me vend komandën dhe me stacionin SBT-9 dhe Atxhakani, aparat drejtim zjarrit dhe riskurare. Këtu bëjshin të gjithë veprimet me ushtarët, stërvitja, gjitha. Siç është këtu ishin të gjithë edhe 6 topa, se kur bëhesh stërvitje bëhesh me 2 toga, toga e parë, toga e dytë. Pasi mbaron stërvitja, pastaj çdo gjë lihesh nga dishmëri, teknika e tjera. Kontrolli i teknikës bëhesh 3 herë në ditë. Pra i vi shumë rëndësi e madhe. Pra gjendjes së gatishmërisë luftarake. Nuk kishe ditë që mos bësh kontroll teknikë, sepse mund të ndodhin probleme teknike, elektrike, mekanike, mungesë tensione e tjera. Prandaj bëjë kontroll teknik. Pra topat lishin gjithmonë nga gatishmëri luftarake. Kjo ishte detyrë numër 1 e komandës baterisë, komandës tokës zjarrit dhe komandës topave. Jeta e përditshme në repart, si për ushtarët, ashtu dhe për kuadrot, ishte rutinë e fortë, e përsëritur e disiplinuar. Shërbimi 3 vjeçar ndahej gjithmonë në bloqe të qarta, stërvitje, që kulmonte me qitjet deri te simulimet e alarmit, sistemim territori dhe mirëmbajtje, mësim teorik mbi armët, taktikat dhe radiolokacionin, gatishmëri, turne, roje dhe vrojtim. Por mes rutinës kishte edhe raste të jashtëzakonshme, alarme të vërteta, sinjale të dyshimta në radar, shfaqje avionësh që duheshin identifikuar brenda sekondash. Nostalgjike ka qenë gjithë jeta ime për 5 vjet këtu në këtë repart ushtarak të baterisë kundarore 100 mm. Po që më ka ngelur në mendjen time janë 2 rastet. Një që ka qenë një natë që jem ngritur 5 herë në gatishmëri luftarake numër 1. Se u bëjnë shkelje në drejtim Sarandës, në vinit të dhëna dhe në kalonim gatishmëri numër 1. Sa venim në gatishmëri numër 1, mbi topa aparate, jepesh gatishmëri 2. Venim poshtë në kapanon që ishte poshtë pozicion zjarrit. Sa shtrishin ushtarët në krevat, jepesh prap gatishmëri numër 1. Pra brenda një nate 5 herë kemi kaluar në gatishmëri numër 1. Me shi të papar, ushtarët u bën ujë, por nuk u tundën asnjëherë. Në fjalë, e kishin në gjakun e tyre që ne duhet vinim të realizojmë detyrën luftarake. Një rast tjetër pastaj ka qenë edhe në qytetin në Divjak, ku ne bënim përgatitjet. Këtu merrim lejen për qytetje që vinë në kontrollin në MKA-ja e Tiranës. Pasi ishim vendosur në pozicion, u dha detyrë luftarake, bëm qytetje kundër parashytës, kundër avionëve luftarake që ngrishin në Kuçova dhe kishim një qytetje me kundra tankut. Një shënjuesi jonë i topit 100 mm në azimut, nuk shënoi mirë dhe nuk morëm notën e dëshiruar, morëm notën 4. Por ishte shumë e vështirë që të merrë notën 4 dhe ishte një barë rënd për si bateri, si repart, sepse aty ishin dhe rezervistat dhe ushtarët. Na vinte shumë i natë. Megjithatë ne na lan prap një muaj rresht atje, bëm përgatitjet e duhura prap, bëm qytetje kundër tankut dhe morëm notën 10. Atëherë që na sjellën e madhe. Si detyrë luftarake e baterisë kundarore të repartit 58-45 fraksion 3 ka qenë derdhja e lumit detyrë luftarake, derdhja e lumit Themanit, derdhja e lumit Vjosës, për mbrojtjen nga desanti ajror, detyrë kryesore, dhe desanti detar. Kodra ku jemi këtu vendosur ne është lartësia 101.1 në niveli detit dhe distanca nga këtu deri në buzë detit është 8140 metra, e matur me telemetr D49, me bazë 4 metra. Pra, në rast lufte, në qoftë se do të shkeli hapësira ajrore e kësaj zone që thash, kësaj zonës këtu, për desantin ajror dhe desantin detar, ne kishim për detyrë azësimin pra të desantit ajror, desantit detar. E ka patur raste të shkelis hapësirës ajrore? Po, ka pasur disa raste. Bile brenda një muaj ne mund të kishim edhe 5 raste të shkeljes hapësirës ajrore, ku ne merrim të dhënat nga zbulimi i largët
aeror që ishin postat e zbulimit largët aeror në gjithë Shqipërinë, duke filluar nga Saranda deri në Kaçinar të Pukës, që pra mbulonin gjithë hapësinë aerore. Këto të dhëna na i dërgonin neve në regjiment na dërgonte neve dhe ne bënim përpunimet e dhënave dhe ishim gati për qitje luftarake për azhesimin objektive aerore. Në shkelje kufiri, për bënin rrezik apo kanë qenë thjesht provokime? Shumica raste ishin për provokime, por dhe ka pas shkelje të cilat edhe aviacioni jonë i ka shoqëruar. Aviacioni Kuçovës për shembull, ishin MiG-15, 17 dhe MiG-19 i bazës Kuçovës, që sot është një nga bazat më të fuqishme që është bën në Ballkan. Avionet I kanë detyruar, kishte avion grek, kishte italian, të cilët bënin këtë shkelje të hapësirë aerore. Pra ne ngriheshim në gatishmëri luftarake kur shkelesh kufiri jon 15 kilometro nga në vijë aerore nga buza e kufirit ton. Atëherë gjithë repartet kuanore kalon nga gatishmëri numër 1. Por para se të fliste topi, fliste radari. Zbulimi kryhej në disa nivele, radiolokacion me tipa të ndryshëm radarësh, zbulimi afërt me vrojtues dhe mjete optike, zbulimi largët nga qendrat e posaçme. Për Fierin, qendra kryesore ishte ferma Çlirimi, reparti radarëve me radarët P10-513, që monitoronin hapësirën aerore. Sapo ngrihej një avion në Athinë apo Rom, reparti Fierit arrinte të kapte sinjalin dhe të dhënat kryqëzoheshin me rapartet e tjera nga Shkodra në Sarandë, duke krijuar një panoram të qartë të vendodhjes së armikut. Kjo punë kërkonte përgjegjësi ekstreme, ushtarë dhe oficerë që rinin 8 orë pa janë ndarë syt instrumenteve 3 turne, 365 ditë në vit, shi, bor, breshër, vap e acar. Imagjino sa e vështirë ishte të dallonte dikush në kohë të keqe ndryshimin mes një rufeje dhe një avioni armik, kujton komandant Koliçi. Kjo gjë kërkon përkushtim të plot dhe përqendrim absolut. Por me gjithë gatishmërinë luftë nuk u bë asnjëherë. Po dhe pse lufta nuk plasi kurrë? Nëse do të ndodhte, cilat do të ishin komandat që do të dëgjonin ushtarët? Bateria, kalon vinishin! Në këtë kohë gjithë ku ishim, qofse ishim poshtë ata, në fjetim, për 3 minuta do të zinin pozicionin zjarë. Nga kapanoni poshtë, ishte poshtë kodrës, për 3 minuta do të ishin hap stacionin, stacioni u hap Adzakan u hap. Komandante para stacionit, Adzakan, së raportojnë ata që ishë komandanti. Përveç komandanta i kështë numëror dhe operator të brenda. Ata rinë nga dëshmit që komanda do jepja unë. Për luftim ata gjithë. Pra ishin gati mbi topa. Aparatet, mbi aparat, mbi stacion. Pastaj unë do jepja të dhënat, që thash çik më lart. Bateria! Kërkim azimutit 40, kanë toksorit 3. Të gjithë topat në këtë rast, që komandoheshin me stacion ose me Adzakan, do vinin të dhënat shinjusit e azimutit në topa. Dakor? Shinjusit e kënë toksorit do vinin, ishin 2 diftak që thoshin përputhen ata. Diftaku mekanik dhe elektrik. Përputh me Adzakan. Pra të vende do vinë Adzakaja. Përputhej diftaku mekanik me elektrik. Njëti përputhej kalon në mënyrë automatike, kalon dhe qelsin. Pam. S'kishim në punë numëror ta mjeti. Rrinin mbi se dilë ata të topave, nuk ishin. Edhe komandimi bëhesh në Adzakaj, ose stacioni, që do të bëjnë qitje në stacion. U afrua avioni, erdhi në zonën, po, u afrua. në distancë do bëj qitje. Më jepte mo stacioni. Distanca kaq, ja jepte me komandë, unë isha brenda. Dakor? Po. Distanca kaq. Kënë toksorit kaq. Kur arrinte në distancë që unë do bëj qitjen, unë do thosha tokë zjarit, mush! Do mbushin, predhen do merë në fashistë si ta më ka. Krusi parë, krusi dytë, jepë mbushin. Gati. Topi parë, mbush! Thoshe, komandi topi. Topi dytë, mbush! Topi tretë, mbush! Topi katër, mbush! Topi pesë, mbush! Tokë zjarit, gati! Pra ishe për mbushin. Atëherë unë prisja, kush më vinte distanca që do bëj qitje. Bateria! Zjarë! Shtypi butonin, bëj qitje.
kur bëhesh me këto aparatura. Ndërsa me qitje direkte pasaj ishte ndryshe. Po dhe ana ishin këto që do të thoshë unë azimuti kaq, kemi to këto kaq. Në Ballkan, tabloja ushtarake dhe gjeopolitike është e zymt. Lufta në Ukrainë ka shtyr NATO-n të forcojë krahun lindor dhe të rrisë praninë në rajon. Vendet si Shqipëria, Kroacia, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Slovenia po modernizojnë ushtritë e tyre. Ndërkohë Serbia, e vetmja jo antare NATO-s dhe tradicionalisht e afërt me Rusin, vazhdon blerjet ushtarake dhe retorikën nacionaliste, veçanërisht ndaj Kosovës. Në prapasken ndikimi i Kinës është ekonomik, por me peshë strategjike, sepse ai që financon infrastrukturën influencon edhe politikë. Lufta Rusi-Ukrainë dhe konflikti Izrael-Hamas kanë krijuar ndjesinë e një bote që rrshqet drejt përplasjes së madhe. Europa po braktis periudhën e komoditetit pa ushtri. Gjermania po rrit buxhetin e mbrojtjes dhe debaton hapur rikthimin e shërbimit të detyrueshëm. Kroacia diskuton format e reja të shërbimit ushtarak ose civil. Kontinenti po armatoset me ngut, jo vetëm me pajisje, por dhe me doktrinat e reja dhe industri ushtarake. Kjo krim krijon psikologji të re, frikë, por dhe ndërgjegjësi, se siguria nuk është diçka që ta sjellin të tjerët. Për vendet e vogla si Shqipëria, zgjedhja është e qartë, ose përgatitesh seriozisht, ose mbetesh spektator në lojën e të mëdhenjve. Historia e Ballkanit nuk ka qenë kurrë e butë me ata që e kanë marrë lehtë çështjen e mbrojtjes. Por si e sheh komandant Koliçi gatishmërinë e ushtrisë son sot dhe cilat janë këshillat që ai jep? Si profesionist, si e shikoni ushtrinë sot? Unë thash edhe një qik më para që kam vaqur 15 vjeç për ushtarak pranë shkollës në Bej. Dhe kam pasur një nostalgji të madhe shumë për ushtrinë. Pse? Se ka pas një disiplinë të paparë, një vullnet të paparë të oficerave, një përgatitje të paparë të oficerave, një përgatitje edhe për ushtarët të cilët ne i edukonim dhe i arsimonim, sepse në batëritë kundërore përveç topave kisha edhe mjeteve teknike që bënë me tensione me gjitha, ata mësonin shumë gjëra këtu. Edhe kur dolën jetë, nga mësimet që i marrën nga neve, ata ishin shumë të kënaqur. Por shikojmë që mua më vjen keq, pas viteve 90 ushtria u shkatërrua plotësisht, sepse në krye të ushtrisë vajtën ca mercenarë të paguar. Sa që ishin nostalgjik të Enver Hoxhës, ata u bën më demokratët e demokracisë dhe çdo gjë në ushtri u shkatërrua. Nuk ka gjë më të keqe kur shikoja kur prishin me troko dhe me soldatur topat 100 mm në laler, sa ti u grumëllua regjimenti jonë 16, aparaturat të cilat ngarkoheshin dhe iknin drejtim të Greqisë. Se ku vajti, se ku shkoi gjithë ky armatim, gjithë ky municion, ne dim si ushtarak, e dim se si u kryen këto veprime. Por një gjë është e kuptueshme që në rast se këto do të konservoheshin, që në atë kohë, se ne kishim ato ishin gatishmëri të lartë ushtarak, qoftë artilleria, qoftë radarët, qoftë nëndecët, qoftë anijet luftarake. Po të ishin konservuar, ne do i kishim gati. Plasi lufta në Ukrainë. Ukraina po kërkon armatim, ne i kishim gati. Pse i shkatruam? Po t'i qonim tani çfarë lek do merrte shteti jonë. Po ato uzina ushtarake i prodhonin kallashin, granatat, municione e tjera, po t'i ishin të konservuara, i kishin gati tani. Pra ky shkatërim masiv që bë ushtrisë ishte një nga fatkeqësitë më të mëdha për shtetin tonë. Dhe unë këtë kam një nostalgji. Dhe kur po largohem tani nga ky pozicion, ikim me një nostalgji shumë të madhe, se kalova një jetë të madhe këtu në ushtrinë tonë. Në këtë raport, ku rrita, ku edukova me ushtar, servita ushtar dhe dola faqe bashkë. A duhet këtë më shumë investime drejt ushtrisë? Unë tani mendoj që këto pozicione që janë ju i pat vetë, në ana si temi kështu pozicionale, nuk janë prishur, duan në ruajtur, duan pastruar. Ma flisni pak për gatishmërinë e atëhershme dhe gatishmërinë e ushtrisë sot. Unë fola pak më parë për gatishmërinë e atëhershme, që ishte gatishmëri shumë lartë në krahasim me atë që ndodhemi në ushtria sot.
Dhe kjo si rezultat sepse edhe neve forcat që kemi për mbrojtjen aerore, apo mbrojtjen toksore, apo kufit, apo detar, nuk janë parametra që kërkon koha sot. Megjithatë, kjo është një detyrë që e ka shteti dhe duhet marrim urgjentisht masa të paktën për organizimin e forcave vullnetare, forcave rezerviste. Sepse shumë shtete në botë i kanë forca rezerviste. Ne kemi ngritur këtë si shoqat ushtarak, se unë jam dhe kryetari shoqat ushtarakve në qytetin e Fierit dhe kryetari shoqat Skënderbegës. Ne kemi ngritur edhe në ministri për forcat rezerviste. Të paktën çdo korps që ka qenë organizuar atë të ketë një bërtham të forcave rezerviste. Deri më sot kjo nuk është realizuar. Dhe është në diskutim me sipër, po me sa kemi parë që është në vesh të shurtër. Unë sot jam 70 vjeç, mbusha 70 vjeç. Por them me bindje të plotë që në rast lufte, në rast gatishmërie, në rast thirrjes atë, unë jam gjendje të vit drejtoj prapë një bateri të tillë kundëror siç ka qenë akoma.